Dhe ja, ku jemi bashkëdashurmish në pjesën e dytë të emisionit. Unë e thash edhe në fillim që do të flasim për vizitat për gruan shtatzan dhe nënën me fëmijën 0 deri në 3 vjeç. Janë vizitat të cilat her pas here në emisionin Familja Jonë i kemi diskutuar edhe me komuna tjera. Do ndalemi këtë herë tek komuna e Prishtinës, marr parasysh që është një ndër komunat me banorë me numrin më të madh, dhe fatmirësisht nanat që lindin, nanat shtatzane janë të vetëdijshune, kanë informacionin e duhur, kontaktojnë, kanë edhe afirmitet me këtë program të komunës së Prishtinës, që është një prej programeve që me të vërtetë unë shumë shpesh e tham duhet duar trokitur, dhe jo vetëm komuna e Prishtinës, her pas here kemi prezantuar edhe projekte tjera të cilat në të mirë të shtetarëve gjithmonë është afër problemeve të tyre, por do të fokusohemi pikërisht tek nënat gjatë muajve të saj të shtatzanisë dhe gjatë kohës kur janë lehona deri në kohën kur fëmijët e tyre janë 3 vjeç. Vizita këto të cilat bën nga një staf profesional me një program super të menduar, inovativ dhe profesional, po ashtu që kanë involvuar brenda vetes të gjitha nevojat për nënën dhe fëmijën, duke u përshtatur edhe me nevojat, por duke u përshtatur edhe me informacionet që duhet i ketë nënat. Jo çdo nën njeh mjekësinë, jo çdo nën ka informacionin e duhur, jo çdo nën informohet nga burime të sakta, dhe është mirë që nga vizitat e stafit profesional të programit të komunës së Prishtinës të informohen pse jo edhe të mbajnë një kontakt, sepse ato nëna përveç përfitojnë vizitën, mund të krijojnë edhe një kontakt që tutje të vazhdohen në të mirë të fëmijës dhe nanës dhe jo vetëm, por të gjithë familjes. Për të folur për këtë temë, unë e thash edhe në fillim të emisionit që do të kemi të ftuar zonin Afrodita Krasniqi, koordinatore e programit Vizitat në shtëpi për gruan shtatzën dhe nënën me fëmijë 0 deri në 3 vjeç, Lisjeta Emini, bashkëpunëtore e koordinatorës në këtë program, dhe Blerona Fazliu, njëra nga infermierët e terenit të këtij programi. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë që jeni sot me neve. Faleminderit për ftesën. U mundova në pika të shkurta ta bëj një prezantim të punës suaj, që është një punë e madhe që bëhet jo vetëm në zyret ku shkrihen mend për të njohur nevojat e nanës, por edhe në teren me ekipin profesional, që është një ekip i madh, por që do ta kuptojmë edhe gjatë bisedës. Fillimisht zonja Afrodit, do doja shumë të ndalesha te programi, jo çdo kush ka informacion për programin dhe çka është ky program. Atëherë programi Vizita për gruan shtatzan dhe nënën me fëmijë 0 deri në 3 vjeç ka filluar nga viti 2023. Fillimisht kemi punuar me 2 ekipe në teren, edhe të 2 ekipit kemi qenë vetëm në orarin e paraditës. Pastaj, pas vlerësimit të qytetarëve dhe pas nevojës që shishëm so kanë nevojë për qytetarët, e kumë bo kërkesën drejtorat shëndetësisë që kemi kërkesë për staf të kemi më shumë kërkesa se sa staf dhe duhet të plotësohen. Mandej kërkesa është aprovu dhe në vitin 2025 të muajit korrekt i kemi punësuar 18 infermiere, 4 doktoresha dhe 2 leukopede, të cilat janë vetëm për programin e vizita për nënën dhe fëmijën. Dhe ky program përfshin komplet komunën e Prishtinës. Komplet komunën e Prishtinës. Shatrat, vendet gjallat. Gjitha me regjone, me qytete, me gjitha. Fillimisht tregova që zakonisht numrat e telefonit i morëm nga klinika e ginekologjisë, mandena këto që bojnë në lindje private i morëm nga vaksinimi. Numrat e nanave që lindin. Numrat e nanave që lindin. I telefonojmë nanat, ja prezentojmë programin dhe bashkëpunim me bashkëpunëtorën tem koordinomi për orar dhe i dërgojmë ekipet e infermiere. Lisjeta, do doja të dija, se unë e thash në fjalit e mia, i njohin nevojat e nanës, që ndashtëm apo s'dashtëm janë të mëdha dhe janë jetike për to, sidomos gjatë kohës së shtatzanisë dhe leonisë. Sa është e lehtë me identifiku nevojat e nanave, sepse çdo grua shtatzan ka lënë peripeci të ndryshme? Në fakt, si që përmendi edhe koordinatorja, numrat kur i marrim zakonisht janë të babalorëve, kështu që fillimisht na kontaktojmë me babalorët edhe më duket se mjaftueshëm na japin informacione sidomos në këtë pjesë. Shqetësimi i tyre është më i madh ndoshta ai ndryshimi që e përjeton gruaja e tij në këtë rast, edhe gjithmonë e paraqet si problem. Për shembull, po stresohet shumë, po mendon që nuk po arrin me e përmbush fëmijën, me i përmbush nevojat e fëmijët, e sidomos e kam fjalën tek nanat që lindin për herë të parë. Edhe në momentin që e identifikojmë edhe e vrejmë edhe që nga zëri, nga njerë edhe nga nana, sepse pastaj e marrim numrin e nanës edhe kontaktuojmë vetë me ta.
edhe e shohim pak a shumë se ku është nevoja e saj ose kërkesa e saj, që pastaj me i adresu edhe infermierët që normalisht me u fokusu më shumë tek ajo pjesë. Ka ndodhur kur për shembull tek pjesa e depresionit pas lindjes, ku është goxha i shfaqur fatkeqësisht, infermierët kanë ndikuar që me e ndalë në atë pjesë ku ka fillu, do me thonë mos me shku duke u përkecu. Kjo ka ndodhur normalisht gjithmonë në bashkëpunim me nanën, duke shku, sepse këto vizita nuk janë vetëm një herë që bëhet. Sidomos me një herë pas lindjes bëhen 3 vizita, një pas një. Në cilën periudhë pas lindjes? Ditët e para? 3 ditët e para nga lirimi i nënës nga spitali. Kështu që 3 ditët e para i ndihmojnë sidomos tek pjesa e gjithonjës, e këshillojnë, e shohin gjendjen emocionale të nanës në këtë rast, edhe pastaj në rast se ka nevojë edhe për më shumë vizita, atëherë na i quajmë ato vizita shtesë që munden me shku ndoshta edhe një javë rresht tek ajo familje. Sepse siç e cekëm me qenë se janë përcjellet fëmiu deri në prej moshës 0 deri në 3 vjeç, domethënë gjatë gjithë asaj kohe ato janë në kontakt me infermierët, me ne, kurdo që ato kanë nevojë për një vizitë ose këshill nga ana jonë. Para se të kaloj te infermiera, zonja Afrodit, kur themi tek edhe nana shtatzana vizitat, si identifikoni shtatzanat, sepse jo të gjitha bëjnë kontrolla në sistemin publik? Vetëm ato që i kemi këtu në sistemin publik. E nëse lajmërohet dikush prej kontrollave private dhe duhet të jenë pjesë e vizitave, mund të jetë pjesë e listës? Patjetër që ato mund të jenë pjesë e listës, edhe momentin që na tregon që kam nevojë edhe unë për një vizitë të tillë, atëherë ne ja ofrojna. Për shembull, çka ofron vizita e shtatzanave? Të ndalemi te shtatzanat. Te shtatzanat merren shenjat vitale, këshillimi gjatë shtatzanisë, mandej na i tregojnë që pas lindjes tek i drejten me përfitu pe i programit këtu vizita. Besoj që çdo ditë kontakt të tillë keni Blerona. Do doja shumë të ndalesh atë pjesa praktike, sepse ndoshta shumë ma letë është me fol na që jemi këtu duke shkruar, duke folur, ndërkohë që ju jeni në terren, në praktik me këto nana që përjetoni çdo emocion tyne. Të ndalemi fillimisht tek ju jeni edhe tek nana shtatzana në vizita, apo? Si është kontakti me nana shtatzana? Si dalloni këtë energjinë, emocionin që e tha dhe Liseta? Fillimisht vizitën e parë kur shkon ato nana shtatzana, e kemi në fillim shtatzanisë. Po. Sigurisht është ai stresi, çysh kam e vazhdu shtatzania, çysh kam ja dalë mbas lindjes, po gjithherë kemi bashkëpunim me nanat. Gjithherë jemi në kontakt me nanat. Edhe mundohemi që sa ma shumë t'i mbështesim, se të paktën nanat ka nevojë për mbështetje. Mundohemi me mbështet sa ma shumë nanat, me afruat ato këshillat që ka nevojë. Po, shumë e vërtet. Në ditët e para, kur dalin prej spitalit Blerona, e tha dhe Liseta mas 3 ditëve kur i vizitoni, i kontaktoni, cilat janë, ta themi, në thojza, ankesat e para që ja u thojnë, ose frikat. Për shembull, unë mbaj mend, kur mbaj për herë parë nanë, kisha frikë mos po lëndojnë në pozitën që e mbaj bebën. Cila është ajo frika më e madhe? Frika më e madhe është nanat kanë pasiguri. Fillimisht kanë pasiguri apo ja dal me kujdes për bebën, mandej apo ja dal me ushqy bebën si dohet. Mirë, po gjatë vizitave, na i kemi primare nanën edhe fëmijën. Gjithherë gjatë vizitave japim këshilla rreth gjithonjës, benefitet e gjithonjës, monitorojmë zhvillimin e fëmijës, masin peshën, gjatësinë, perimetrin e kokës, gjithherë jemi në kontakt me nanat. Mandej nanat gjithherë ndjen sigurta kur jemi prezente aty. Sa të pak mundohemi me ofru mbështetje, se dihet kjo koha është shumë e ndjeshme, edhe për nanën, edhe për jetën e re që sapo ka filluar. Po, zakonisht nga përvoja jote në terren, a ka nana që insistojnë të mbajnë foshin e gjithonja, apo po bie numri tyne? Po. Po bie numri? Ka shumë nana që insistojnë me mbajt. Ka shumë nana që insistojnë me mbajt bebën në gjithë. Dhe kjo është një lajm i mirë shumë. Po, fakt është edhe një vështirësi se nanat ndikohen edhe prej informatave që nuk janë as pak të sigurta, nuk janë as pak të sakta, edhe ndikohen që mandej me ushqyme qumsht formul. Po na gjithherë e kemi prioritet gjithonjen, gjithherë promovojmë gjithonjen, edhe mundohemi sa më shumë që nanat me insistum nanat me mbajt në gjë.
Po. Liset, doja të dija se ka raste kur vinë infermierët nga tereni edhe tregojnë rastet. Kjo nënë po e vendos foshnjën në qumsht shtesë sepse mendon që nuk ka. A i fokusoni në prioritet vizitën e dytë të këto nëna që me insistu mës me hek për gjinit? Pa tjetër që po. Në fakt, në momentin, kjo është edhe ajo lidhshmëria që e kemi si ekip, gjë që i falenderoj shumë edhe infermierët janë të mrekullueshme, edhe në momentin që e identifikojnë një rast të tillë, që është i luhatshëm ta themi. Fiks, ne do me thonë fokusohemi që të ajo familje derisa të mbrim atë qëllimin që na e kemi vendos, çdo ditë do shkojmë tek ajo familje. Po këtë mas leti se normalisht nuk mundem veç mi thonë po vim çdo ditë, ashtu, po gjithmonë e thrasim dhe i thonë që tek pjesa jonë që i koordinojmë vizitat, ne kemi për detyrë me ardhë 3 ditët pas lindjes, do me thonë duhet një farë me bo një farë ashtot logjike se si me ju qas asoj nane në këtë rast, se djetë që është goxha stresuse edhe shumë mirë na mirëpresin edhe pastaj deri më tani gjithmonë kemi arritë atë që e kemi synu. Sa mirë, po. Mandej vinë edhe vetu e po, adin punën. Edhe vinë edhe vetu e po, sot përkushtune jëmë infermierët edhe arritëm atë ku e kena qëllimin punë. Që gjithmonë me asistu të gjithonja. Që nona me ka pos raste që mas disa ditëve e kanë këthy fëmijën në gjithonje. Që e kanë ndërprej nona gjithonjen edhe ka thonë nuk mojmo, nuk këm. Mandej keni me vazhdimisht me vizita tuna që i kanë bojë infermierët kanë arritë me këthy fëmijën në gjithonje. Zakonisht në këto vizitat e para shkojnë infermierët dhe në rast nevojën vizitën e dytë mund të shkojë edhe... Jo, këto momentin që shkojnë infermierja për herë të parë, 2 infermiere zakonisht shkojnë, se njona e ka një plotësim që e bojnë anë të formularit, njona marret me këshilla, njona prej infermierëve. Po infermierët kur shkojnë për herë të parë nuk ndrohen asnjëherë. Mund ndru njona, po jo të dyjat, për arsye se momentin që të shkojnë për herën e parë, e din gjendjen e fëmijët, njoftohet me fëmijën, njoftohet me nanën, edhe për këtë arsye nuk keni drejt me andru infermierët. A ka raste kur infermierja konstaton që duhet edhe një doktor të vita vizitoj atë nanë? Po, momentin që e identifikon infermierja që ka nevoj për një doktor, atëherë qyshe cika edhe ma herë, thash që ne kemi 4 doktora, atëherë shkon edhe një doktoreshën në vizitë. Shkon, dhe në rastet të tilla konstatohet a ka nevoj ajo për me ardhë në vizitë shtesë, po. Ka pos nevoj që kanë shku edhe doktoresha në vizitë shtesë, edhe kështu që kemi vazhdu edhe me vizita shtesë edhe me doktoresha. Po, zakonisht Blerona shumë është se njana që përna ndjekin e dëshirojnë të adin edhe halin e të tjerave që mos të ndjen vetën të vetme në problemet nëse mund t'i quajnë probleme, se këto janë problemet këndshme, dashura nana, i kemi kalu kushdo që është bërë nana. Zakonisht një ndër shqetësimet ma kryesore janë, po e thëmë, pezmatimi i manjeve, e majës e gjinjeve, ideja që nga i problem mund të sëmurem, ose mund të sëmuret foshnja sepse nuk është qumsht kualitativ, sepse kam edhe pak gjak, ose gjona tila, shqetësime tila, fjalit tila që ju dëgjonin teren. Qa punonin këtë drejtim jo? Zakonisht, nanat e reja kanë këtë problem. Po. Mirë po, patë mirësisht janë shumë të informune edhe marrin baza para lindjes. Janë të informune prej ginekologëve, marrin masa para lindjes, gjithherë i lyjnë pjesën e gjive para se me lindë, gjithherë kujtesen para se me lindë. Parandalojnë me një farë. Parandalojnë. Shumë mirë, kjo është një informacion që këtë nona duhet ta kemë parasysh, prandaj dhe thuhet përgatitja për lindje, jo është dëherë në përgatitjen për lindje është vetëm një çantë që e merrni me veti. Po mandej trajtimi vazhdon prej infermierëve tona. Po Lisit, më do kështë doshte me shtu diçka? Po, në fakt këtë që e tha, sapo e tha dhe koordinatorja, zakonisht kur e vrej një gjë të tillë, për shembull, ose kur nana mendon që nuk po ka mjaftueshëm gjë ose ka një bllokim diku, këtu e bojnë edhe asistimin për lirim të gjirit. Kështu që në këtë rast, edhe pse jënë të informuara ka njerë për vete, duke se s'po din asgjë, kështu që për atë edhe janë infermierët edhe e bojnë edhe parandalimin, po pastaj edhe procesin e shërimit. Infermierët Lisit janë të trajnuara për me bo punën të Patjetër që po. Para prakisht, në momentin që jemi punësu, do me thonë, kemi bo trajnim 5 ditor
për kujdesin për nanën dhe fëmijën. Pastaj e kemi bo edhe trajnimin 3 ditor që është për JMCD. JMCD e quajmë një instrument i cili është në fakt shumë fitim prorës, po e quaj, sidomos në këtë pjesën e zhvillimit të hershëm të fëmijës, që me e pa saktësisht janë piketat e zhvillimit deri në 36 muaj. Në të e përcjellin fëmijën se në cilat faza, në cilat piketat të zhvillimit i ka arrit. Edhe aty e kanë edhe pjesën ku e referojnë, pastaj se si që e përmenda edhe pjesën logopedike, për shembull ose të motorikës fine, ose çka do që infermieret e identifikojnë si problem, e referojnë edhe pasaj ne e shohim se ku duhet të qasemi në këtë pjesë. A duhet mjeku familjar, a duhet logopedia, apo ku duhet të referojnë më tutje një fëmijë. Zonja Afrodit, në rastet, sepse po theme që 0 deri në 3 vjeç janë vizitat. Edhe deri në atë kohë nanat kryesisht janë ato që dalin edhe vazhdojnë punën, fëmija shkon edhe në kopsht. Vizitat koordinohen në bazë të nevojave, nëse të një nanë nuk kam nevoj, nuk shkoni, apo janë kështu strikte dhe indishni tek të gjitha nanat? Jo, me thonë drejten është e drejtë e nanës. Me vendos. Do me vendos, me vazhdu, edhe pse na i tregojna që programi është deri në moshën 3 vjeçare për arsye se me përcjell fëmijën çfarë hapa zhvillimit po shkon, në ambientin ku jeton fëmija, gjithmonë bashkëpunim me nanën. Se çështë edhe kolegja më herët që me përcjell për arsye nëse ka nevojë për logopedë, me udhëzu te logopedia, nëse ka nevojë për diçka një trajtim atëhershëm me referu ku me shkue. Zakonisht vizita, por thash, bëhet pas lindjes, mandej vizitat e dyta i kanë obligative që i quajnë ana 4 deri në 6 muaj, mandej vizitën e tretë kanë 11 deri në 12 muaj, vizitën e 4 kanë 18 muaj, kurse vizitën e fundit e kanë 36 muaj. Arsyeja pse deri në moshën 3 vjeçare është se personaliteti i fëmijës krijohet deri në moshën 3 vjeçare, edhe thash me përcjell fëmijën në ambient ku jeton gjithmonë bashkëpunim me nanën, në çfarë hapa zhvillimit po shkon. Në bazë të kësaj që tha Afrodita Liceta, apo lidhen vizitat edhe me kohën e vaksinave pak? Patjetër që po, në fakt kjo është edhe njëra fiks, edhe njëra prej arsyeve, sidomos gjatë kohës së fundit, ku linden edhe shumë më dyshje e kështot, edhe jemi në një kohë ku rrjetet sociale, këto gjitha po ndikojnë nga njerë edhe negativisht, sepse po ka informacione të gabuara. Gjithmonë që to infermiere ka edhe në qantën e saj librin e vaksinimit, do më thonë me muaj, cila duhet i marrë, dhe gjithmonë dalemi të kjo pjesë që me e këshillu nanën që as edhe një vakcin të mos me neglizhojnë për fëmijën, po, sepse të gjitha e kanë rëndësinë e vetë. Po, zakonisht me që vizitat janë në kohën e vaksinave dhe një shqetësim tjetër është kur fëmijët marrin vaksinat, është një temperaturë lehtë ose një rrjedhje une. Qa halësh ndajnë me juve në teren, ose qa i këshillonin këtë rast, se ju është doherë domosdoshmërisht krejt fëmijët i mundon vaksina? Po, nana zakonisht kur të merr vaksinën beba, thot qatë ditë ka qenë shumë i lodhën. Po. Edhe nuk është shuton ditën, ka pas pak temperaturë. Gjithherë i thojmë nanës që kjo është veç koha kur ndikon vaksina. Zakonisht në ka rastis që edhe me pa nana që nuk e kanë vaksinu fëmijën për shkak që vaksinën e vjeçarit. Në ka ndodhur që mos me marë. Po jemi mundu që me i tregu se sa i rëndësishëm është vaksinimi, se kjo bëhet në përgjithë botën, nuk është vetëm tek ne, vaksina jepet në përgjithë botën, edhe kemi mundu me i tregu se sa është i rëndësishëm vaksinimi të fëmijët. Dhe keni pas rezultate? Shumica nanave po. Kjo është një punë e madhe, në thash që punë që duhet të duar trokitet. Në ndërkohë, zonja Afrodita, unë e di që në bazë të terenit që ka ju sjell ekipa, ju ndryshoni edhe, si të themi, prioritetet e punëve në teren. Çka është prioritet momentalisht i vizitave në shtëpi? Insistimi për t'i mbajtur fëmijët në qumë shqiri, insistimi për t'u vaksinuar, apo ka edhe hallet tjera, për shembull tek shtatë zënat ose ku ta diun? Jo, insistimi është mas pari rreth gjithëdhënies. Mandej rreth vaksinimit. Që janë dy prioritete shumë. Që janë prioritet është gjithëdhënia, gjithashtu edhe nana mas lindjes që
momentin që të prezentohet që tash programi, ka nana që mirëpresin shumë. Edhe momentin kur infermierët hynë në atë familje, ato e ndinë vetën pak ma të veçanta që pas ka ardhur ky program që po kujdes ka edhe dikush për neve. Kështu që prioritet thash gjithonja dhe vaksinimi. Dhe të dyja janë, po e them, një fushata të pashteshme sepse çdo herë duhet punohet në këtë drejtim sepse informacionet e pasakta gjithmonë janë pranë njerëzve dhe e i bojnë me luhat në vendimet e tyre, kështu që keni punë shumë në këtë pjesë. Lisi, do doja të dija te këto vizitat në shtëpi kur i telefonojnë nanat edhe në programin e juaj keni ta themi një tik kur kjo nanë kry, kjo nanë kry, kjo nanë kry. A ka raste kur një nanë refuzon, por ju insistoni për shkak e dini gjendjen pak a shumë se si ka qenë në vizitën e kalune? Patjetër që po, qysh e cika dhe ma herët tek numrat në ginekologji, sidomos zakonisht i thojnë të baballarëve. Shumë e çuditshme kjo. Fiks, gjithmonë, edhe bilina duhet me u prezantu në atë formën. Përshëndetje, a kom telefonu të familja e zonjës në fjallë, sepse emri është i zonjës, edhe gjithmonë këtu hasim në atë problemin ku më njerë edhe po lajmëron shumë të shqetësuar ose po, kështu që zakonisht këtë e vrem, se nëse shohem që bashkëshorti po insiston në këtë formën që me marë vizitën, po nana po është pak kundër, gjithmonë e kërkojmë numrin e nanës, e telefonojmë, bisedojmë e to. Këto biseda në fakt janë shumë gjata se ato të tjerat ku e bojmë tikun si që dhe ti, janë pak ma të gjata, po gjithmonë e kemi synim me mbri ato. Kjo mendoj që pak, unë në fakt këtë e ku marrë nga Afërdita, që si këshillë dhe si praktikim nga kjo, që e bën çdo herë, është që kjo insistimi. Nga njerë, po më duket që na ka shërby edhe kështu në jetë përditshme me insistu për çdo gjë, sepse është shumë në të mirë të këtyre kësaj kategorie, po e quajnë këtë formë, se zakonisht ju çdo nane pranon gjendjen e saj. Edhe kjo, thash, kjo na e lehtëson veç në momentin që mujna me diskutu edhe me një familjar të saj, sepse e shemë nga afër, sidomos bashkëshorti i saj në këtë rast. Po gjithmonë që se po më duket po ndalemi shumë tek nanat, nga njerë edhe baballarët janë goxha të stresum që e përmendë. A përfshihen edhe baballarët në program? Patjetër që po, përfshihen. Mendova që është vetëm për nana. Gjithmonë, na insistojmë që edhe baballarët me qenë pjesë e vizitës, diskutojmë, do më thonë infermierët diskutojnë edhe me ta, për shembull shumë e kanë edhe problem mbajtjen e foshnjës, që e përmende, i ndihmojnë në këtë rast, plus që vlen shumë të cekët që infermierët e bojnë fakt edhe vëshkimin e ambientit ku fëmija po jeton. Fatkeqësisht kemi pa shumë raste ku ndoshta ka qenë për shembull një fëmijë që roa në ujë në pishinë aty afër shtëpisë, ose gjithmonë infermierët e shohin nëse ka ndonjë rrezik përreth fëmijës në atë ambient ku fëmiu po jeton, e kanë për detyrë që normalisht ta identifikojnë si rast, edhe ti tregojnë prindet se duhet me u largu kjo, ose na kemi pa pjesën e shtratave, gjithmonë kemi dëshirë me mbulu me lodra të ndryshme, me ato lartë që sillen, që në fakt janë shumë të rrezikshme, sepse nuk e dim fiks edhe parat, gjithmonë infermierët mundohen që çdo nuk është që shkojnë në vizit veç me jap këshilla ose me pa bebën, ato kanë me vëzhgu komplet edhe shtëpin, ambientin ku ai fëmijë po rritet. Po, që të mos keq kuptojmë, sepse tendenca zakonisht, nëse disa nana refuzojnë, është sepse a e kam banesën e pastër, nuk është vëzhgimi i pastërtisë ose i rrëmujës, është vëzhgimi i asaj çka rrezikon foshnjën tuaj. Një plaf më shumë që mund ta kap me dorë dhe ta vendos mbi humb, derisa dorzat janë këshilla praktike që nuk kanë të bëjnë me rrethin, po kanë të bëjnë me sigurinë e foshnjës, që mos ta keq kuptojmë sepse kemi tendencë në këtë pikë shumë e di non jam vetë edhe secili kalojmë në periudha të ndryshme. Më la përshtypje kjo pjesa e baballarëve, Blerona, ka baba që qëndrojnë gjatë vizitës? Po, gjatë vizitave ka shumë baballarë që janë prezent. A pyesin, ç'a pyesin më shumë? Faktikisht, me thonë drejtë, më shumë pyesin baballarët se nanat. Janë shumë atë interesuar baballarët me bë pyetje se nanat. Qëtër pysen, a guxoj, une me majt bebën
Me goksu, është kjo pyetja më e shpeshtë për baballarëve. Sa mirë, po. A guxoj unë me majt bebën me goksu, a guxoj unë me vendosë në gjumë. Po. Do thotë baballarët janë shumë të interesuar për janë të gjithë prezent gjatë vizitës. Edhe vizitën e parë kur shkojna, po edhe vizita shtesë kur shkojna, baballarët janë gjithë prezent gjatë vizitës. Sa mirë, kjo është një lajm i mirë. Se zakonisht prezantimi kur të bëhet, na thojna që mirë kishte qenë me qenë edhe jo prezent atë momentin që të vinë infermierët. Ko që shumica thonë po patjetër që ka me qenë, po edhe nëse nuk është i thujnë a mjafton me qenë nona, ose dikush i familjarve ofër. Po, që me ndëgju këshillat, sepse ta dim që një gru lehon që sa po ka lindur mund të dhe mos i marë të qarta këshillat ose mesazhet. Faktikisht, shohim gjatë vizitës që baba shumë mbështetës gjatë asaj pranisë që jemi aty, gjithëherë baba është mbështet ndaj nanës. Dhe për këtë po lumturohem shumë, është çdo ditë më mirë, sepse mbi të gjitha ai fëmijë është i të dyve, është i nanës dhe babës dhe obligimi është i të dyve, dashuria është i të dyve dhe ndarja e emocionit është i të dyve. Se nganjëherë dhe nanat ja u privilegjojnë emocionin babave, ose që unë, lëni më edhe baba ta shijojnë fëmijën e çanin e tyre gjitha këto. Në program, a ka çdo vit risi që vjen duke u shtuar nga nevojat që shenë në terren, apo është një shablon që e ndjekni? Për 2020, qyshe cika dhe ma heret, 2025, që kemi filluar me 4 ekipe, diçka këshilla përveç që kemi të mundësuar doktoreshat, edhe lokopedi, diçka tjetër juve. Vazhdojmë me këshilla qysh kemi qenë prej fillimit, edhe tash edhe ma heret në prezentim insistojmë të nonat, sidomos të lindjet e dyta, se zakonisht lindjet e dyta thujnë, po tash jam non për herë 2 di, ndodhë që edhe shemdhin tem jam dhënë, unë i thëmë, unë jam non për herë 3, edhe mu ka dosh një infermiere me qenë, edhe momentin kër o ardhë, adin e kum një vetën ma letësune. Kështu që për me kom bindë se ka njëherë edhe për i prevojës tonë, i ndojmë ato, për me bindë nonën që herë të avon kime pos nevoj për këshilla profesionale. Po, shumë e qatë. Lisit, këto nona me që lidhen emocionalisht me stafin, pasaj e kanë të drejten që mos të apresin vizitën e 3, e 4, po të vinë qendër të marrin këshilla, kontrolla, vizita në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë. Për pjesën e lokopedeve, qyshecika atu janë në qendër kryesore të mjekësisë familjare. Ato mund vinë të marrin shërbim. Mund të vinë lirisht edhe aty nonat në këtë rast. Po, këta mujna mund dërlidhë që të vizitat e dyta, për shemëll, kur i qujnë fëmijën e përqerdhë, ose të vizitat e treta, për këtë arsye javë kena afru nonat mundësin që edhe orarin pas dite, na mujna me ardhë me zhvillu vizitën. Po, dhe cilin orare marrin më shumë bleron, para dite apo pas dite? Faktikisht para dite, se nonat me fëmijë dytë i kanë fëmijë të nkopsht. Okej, edhe dojnë që të cilë më shumë. Edhe dojnë që me kom para dite. Po, fatmirësisht, nonat janë në kontakt vazhdueshëm me infermierët, janë në kontakt vazhdueshëm. Edhe në bas orarit punës, nonat lirisht na shkruajnë, na thrasin nëse ka ndonjë problem. Po. Gjithherë mujna me qenë kontakt. Sa ndryshon një non me një fëmijë dhe një non me bineq ose 3 neq në krejt nevojat e saj? Faktikisht, një non me një fëmijë është më pak e stresume se një non me 2 fëmijë. Kemi pas rast që të një nanë me 2 fëmijë, po i ka rritë të dytë me gji. Me gji? Me gji. Të dytë i ka rritë me gji edhe ja ka dalë shumë mirë. Dhe kjo është a insistimi ma i madh të paktën deri në të paktën, minimalisht deri në 6 muaj, në kohën kur fillon edhe ushqyerja me ushqime shtesë dhe që nuk është qomsh. Unë personalisht, si nane e 2 fëmijëve, të 2 fëmijët i kam bajt në qomshgjirit deri në moshën 1 vjet e gjysmë dhe pastaj kam vazhdu direkt do me thonë pa qomsh. Ushqimet kanë fillu me 6 muaj, po kanë vazhdu mas ndërprirjes së gjithënjes pa qomsh, pa shishe, pa biberona. Do me thonë thjesht veç me ushqime si një i rritun. Dhe kjo ka qenë lufta ime më e madhe edhe ka shi nanës dhe vjire, sepse këto është ajo që tha dhe Verona. Na kemi kërkesat për i nanës që tash kom fillu me ushqy. Që luftoni. Tash kom fillu me ushqy, a kishi pos mundësi me orë me bo edhe një vizita, dhe që me më këshillu rreth ushqyrje, sa jo mirë me gji, edhe kështu që tash edhe ma erët na i ofrojmë. Përveç vizitave që i kam plan program, na ma shumë bojna vizita shtesë se që i kena me plan program. Po, do doja shumë të ndaje ndonjë këshill Bleron të mbajtjes së duhur të foshnjës gjatë gjithdhanjes. E di që ka nana që po na ndjekin dhe
ose s'janë kontaktu ende, ose i kanë refuzu vizitën edhe tash janë pendu pak. Na prap ja ofrojna, edhe nëse janë penduar. Janë shumë të dashura dhe vinë prap, kontaktoni. Cila është këshilla më praktike e gjithëdhënies? Shtrit, në prehër, si është? Mas parë na e thyra nanës se dush me qenë të rahat. Mandej që me majtë bebën. Po. Se koha ideale e mbajtjes të fëmijët është 45 minuta deri 1 orë. Po. Që me marë komplet në dyrnat e gjinit. Për këtë arsye, thënë anona se njëherë do shmu rahatu ti, me gjithë pozitën që shtytë për shtatet, mandej me marë bebën edhe me vendos në gjinjë. Dhe, po? Përderi sa nona nihet rahat, ka mu një edhe beba rahat. Absolutisht. Një këshill që do doja të ndaja si non me pacientet e juja, me shikus tonë, është që gjatë kohës kur foshnja juaj është në gjinjë, mos e mbani telefonin afër, shijojeni momentin, nuk ka ndjenjë më të bukur se një foshnjë kur është duke ushqyer nga gjini juaj dhe shikimi i tij dhe prekja e tij që është emocioni pa kthyeshëm, sepse ajo rritet dhe ju nuk mund ta ktheni dhe ta përsëritni, nuk është diçka që mund ta ribëni. Dhe telefonin mund ta ribëni 24/7, por jo gjithëdhënien. Kështu që 45 minuta të kohës kur foshnja juaj pin qomsht nga gjiri juaj, shijojeni gjithdo të 100 e sekundës, sepse është ndjenja më e mirë e mundshme. Dhe këta e kam bën ndoshta gabimisht me fëmijën e parë në fillimet e mia, se kam menduar që po kalon koha, por jam shumë pishman dhe me fëmijën e dytë asnjëherë s'e kam bë, sepse është një prej kohëve më të çmueshme që do e ndaja as me telefon e as me askën tjetër. Kështu që këtë këshill ndaje me krejt nanat kur shkon në teren, se e di që mund doket se shumë minuta sporrihet, po shijohet shumë. Faktikisht nga po për shtypje që nanat e lojnë me alarm. Qatë kohën kur kanë me majtë bebën gjë e lojnë me alarm. Okej, 25 minuta. 25 minuta e lojnë me alarm, edhe qatë që më bojnë. E këta se kom ditë. Prandaj edhe s'm kanë kapë më këto vizitat e lindje, sepse i kom kry lindje të unë pak më herët se... Jo, edhe kam pyetje zakonisht nanat, a çdo 2 ora që... Jo, nuk ka orë caktume. Edhe unë mendoj njëjta për Nuk ka orë caktume, kështu që kur do që fëmija e një nevojen, qatë herë do të me marrë fëmin me afrume. Kjo është për ditët e para, deri në 6 muaj, sepse pastaj edhe lasdrohen pak, edhe mësojnë që mund të rinë sa herë duan. Ditë e para nuk ka orë caktume. Absolutisht, ditë e para nuk ka orë caktume. Ju të dyja nuk e dija jeni nana për dita që një ka nanë? Unë nuk jam. Unë jam nanë për qatë edhe cika ma heret. Prandaj po e gjem Unë vetën. kum pos nevoj, se zakonisht 2-ta, 3-ta thuj një, bre unë jam nanë edhe i di krejt ju. Asni fëmi nuk është njëjtë, asni lindje nuk është njëjtë, kështu që na gjithmonë thash edhe ma heret kena nevoj për këshilla profesionale. Unë për veti kum pas lindjen e tretë kum pas nevoj. Si kur të kishë qenë atëherë ky program, kishë qenë shumë e letë për mua, po mu ka dosh mu drejtu private. Kështu që s'kum pas gjithje tjetër. Nutricionistja jonë, Albulina Shabani Lazi, para pak ditëve ka lind, dhe njëra nga ju ka pas fatin, më duket Blerona, tjetë në shtëpinë e saj, ka fëmijën e tretë, por edhe ajo më tha shumë kisha pas nevojë për këshillat dhe u gëzova shumë ta që erdhen. Si shkoi vizitat e Klena? Kemi kalu shumë mirë. Gjithherë jemi ndajmë të kënaqura kur nana është bashkëpunuese, edhe gjithherë mundohemi me mbështet. Po fatmirësisht i kena nanat shumë të mira, shumë bashkëpunuese. Ku ka nanat këqija, është dashuria më e madhe që marrim prej fëmijëve, ato janë njerëz më pozitiv në tokë kur bëhen nana, kështu që unë shpresoj që sa më shumë edhe të shtohet numri i lindjeve, sepse marr parasysh që viteve të fundit kemi një rënje dhe një numër më të vogël të lindjeve. Unë shpresoj që programi juaj çdo ditë më shumë të jetë sa më inovativ, sa më afër nanave, sa më afër baballarëve, me që është edhe përfshin çiftin, edhe pse ju çdo herë keni derën qela për dita Liseta që të vini ta prezantoni programin. Faleminderit për juve Saronda, edhe unë kisha pas edhe një mesazh për nonat mos se si tani pranoni të lutna. Pranoni se gjithmonë kemi nevojë për këshilla profesionale, pavarësisht asojna dhe përveç kësaj na ofrojnë këshilla të falas. Gratis për çdo gjë, se harrova me çdo gjë është gratis. Kështu që fëmiu mu përcjell në ambientin ku jeton deri në moshën 3 vjeçare është një gjë që afrohet nga drejtorati i shëndetësisë. Bravo për komunën e Prishtinës dhe komuna tjera që kanë këtë program. Liseta, kishte dati një... Deshta mi ju falimderu në fakt, sepse çdo herë na duhet promovimi i këtij programi.
që shethame dhe ma herët, fatmirësisht tashve se është rritë vedisimi edhe për programin, edhe këtu kishe mujt me përshëndet edhe doktor Izet Sadikun, drejtorin e drejtoratit, për shkak se ka qenë gjithmonë shumë këmbgullës në këtë program edhe bën mjaft promovim edhe në kudo që ai jepet mundësia, edhe ne po mundohemi në këtë pjesën e rrjeteve sociale, kemi edhe faqen në Facebook, ku munden me pa edhe foto dhe momente gjatë një vizite, kështu që munden me pa edhe saktësisht për çka po flasim pikërisht, edhe është një mundësi shumë e mirë që një emision si i juaj të na e paraqet në mënyrën më të mirë këtë program, domethënë që patëm të drejtën me tregu gjithçka nga çka ofrojmë ne si program. Po, dhe për informata shtesë, drejtoni tek faqet, si është faqja, Alisi? Faqja është për kujdesje. Po, gjeje sakt, që ta themi sakt, në mënyrë që mos të ngatrojmë edhe shikuesit tonë. Në rrjetet sociale i keni faqet e tyre, në faqe është edhe numri i kontaktit, edhe mund t'ju kontaktojnë për çdo detaj. Është për kujdesje në shtëpi për nënat dhe fëmijët 0-3 vjeç. Për kujdesje në shtëpi për nënat dhe fëmijët 0-3 vjeç në Facebook dhe Instagram. A vetëm Facebook? Në vetëm Facebook. Mund ta kem? Patjetër që po. Dhe cila ka mirë kjo këtu jam unë. E kërkoni në këtë faqe, të gjitha ju që nuk e keni marrë një telefonat ose e keni refuzuar dhe tani dëshironi ta merrni prapë një vizitë, mund t'i kontaktoni edhe përmes faqes, edhe përmes numrit të telefonit që është brenda faqes, dhe vizitat ju vi, vizita staf profesionale, thash disa herë që janë mëse të mirë se ardhura. Bleron, ty po të gjelëzoj pak, sepse ke një mision shumë të shejt, pavarësisht që puna më e madhe ndoshta bëhet në planifikim, por puna në terren është emocioni më i veçantë, kështu që edhe shojoj çdo vizitë. Bravo për ty, edhe uroj që kretë infermierët që janë të trajnuara ta bëjnë këtë punë bashkë me ty ta shijojnë njësoj, sepse përveç që është mision i shejt, është edhe një emocion i veçantë. Kështu që të përgëzoj për punën që bën në terren. Lena ka pas fjalë shumë të mira dhe kur Lena fol mirë, e di që krejt nana të flasin sepse është një prej atyre mikeve që është shumë realiste. Unë falenderoj nëse ka diçka që ke pas me shtu, diçka prej të dhënave. Po, Saronda, kom pas me shtu që qyshe ceka edhe ma herë që fillimisht kemi filluar me 2 ekipe. Mandej kemi filluar me 4 ekipe, kështu që numri e vizitave është rritë, kështu që i kom disa statistika të cilat i kom marrë sot. Nga viti 2024 i kemi posur 1765 vizita, kurse nga viti 2025 dikon 2983 vizita, që i bjen dikon përafërsisht 69% që është rrit numri i vizitave. Është rrit numri i vizitave që pranojnë të shkonja, apo i kapacitetit juaj? Jo, që pranojnë të shkojnë edhe i kapacitetit tonë, që është rritë numri infermiere, se kemi qenë edhe mungesë të infermiere. Momentin që kemi fillu vizitat, na kemi qenë mungesë, mandej kur e panëm që kemi nevojë, u adresum në drejtorat shëndetësisë edhe drejtori Izet me një herë e murë parasysh kërkesën tonë edhe që shqecika edhe ma herët që u punësum 18 infermiere, edhe infermierët janë enkas për këtë program. Nuk punojnë diçka tjetër përveç programit vizita për nanën dhe fëmijën. Dhe është një staf infermierët e trajnuara për këtë punë. Kështu që faleminderit, këto statistika uroj që të bëhen 100%. Kretë nana të pranojnë vizitën dhe të rritet edhe stafi edhe më shumë që të kapet komplet territori i Prishtinës, sepse është një prej komunave më të mëdha. Averdita, Alisjeta, Blerona, faleminderit shumë që ishit. Faleminderit edhe të juve. Shumë kënaqësi që ju pata sot në studio. E tash dashur miq, nga kjo bisedë e këndshme dhe që shpresoj që të gjithë ta merrni, ta keni si informacion që themin në popull vath në vesh, kushdo që është atzan, kushdo që ka lind, që ka ditët e para lindjes, apo fëmijën që nuk i ka mbush ende 3 vjeç, mund të jenë pjesë e këtyre vizitave. Në ndërkohë do të shkojmë tek rubrika jonë e magjikëve, aty ku të vegjlit tonë na mbushin me dashuri studion dhe komplet vizionin tonë për të ardhmen.